Është punishte dramatike në kërkim të një autori, të vendosjes së një marrëdhënie jo të ngurtë. Nuk është një punishte në kërkim të një drame e cila mund të jetë me subjekt ndjellës e ngacmues dhe kaq, por synohet një laborator. Një marrëdhënie e cila asesi nuk mund të jetë e shkëputur mes krijuesve dhe interpretuesve. Jemi duke përpunuar dhe duke stilizuar një marrëdhënie të re të teatrit me autorin. Pra, autori fillon dhe mësohet me teatrin, fillon të krijojë një komunikim tjetër, por nuk kemi më një vepër të ngurtë që vjen tek drejtori i teatrit dhe vendosen mbi tavolinë dhe thotë kjo është vepra ime, por kemi një bocet i cili fillon dhe zhvillohet. I fort theksuar është fakti se teatri shkruhet dhe bëhet në teatr e jo në studio gjetk. Por çka Londo thekson se një ndër qëllimet e kësaj punishteje është tani ta bëjë këtë. Ne këtë marrëdhënie po mundohemi që të vendosim, pra gjërat ndodhin në teatr. Pra duam që nga ai që është ngjizësi i teatrit, autori, i kthehemi teatrit dhe në fakt të rrim më shumë në teatr sepse teatri ndërsa vazhdon të ndiqet nga spektatori i cili është më në avangard se vetë teatri, nga njerëzit e teatrit ka filluar të zbrazet. Thirrja e kësaj punishteje dramatike në teatrin kombëtar eksperimental është e hapur deri më 31 janar dhe në nisje të shkurtit do të shpallen sinopset më të mira të përzgjedhura dhe më pas radhën e katër nis nga funksionimi ky laborator i dramës, i cili do të drejtohet nga Stefan Çapaliku.